Turqia ka kërkuar zyrtarisht një shpjegim nga Greqia në lidhje me sloganet e pahishme të bëroritura nga disa ushtarak gjatë një parade në Athinë për të përkujtuar ditën kombëtare të Greqisë. Mediat raportuan se disa kadet bërhoritën slogane të tillë si Qipëroja është greke, së bashku me komente të tjera fyese që shkonin drejt për drejt ndaj Turqisë, e cila tradicionalisht është një festë e pavarësisë greke dhe krenarisë kombëtare. Sipas burimeve të Ministrisë Jashtme turke të njohura me këtë çështje, incidenti i smartës u konsiderua si një përpjekje e papranueshme për të minuar marrëdhëniet turko-greke duke shtuar: ushtria ka rregulla të shkruara dhe të pashkruara dhe ajo që ndodhi në Greqi nuk duhet të ndodhë. Sipas raporteve të mediave lokale, Ministria Greke e Mbrojtjes u përgjigj menjëherë me komandën e forcave detare që nisi një hetim disiplinor për incidentin në të cilin disa anëtar të forcave të armatosura greke ofenduan Turqinë dhe turqit qipriot sipas pamjeve të shpërndara gjerësisht. Partia kryesore opozitare e Greqisë, koalicioni i smajtës radikale Siriza, i denoncoi gjithashtu sloganet si të papranueshme dhe bëri thirrje për një hetim të plotë mbi këtë çështje.